Tash më rikthehemi me bisedën në studio. Ne kemi edhe kolegun Kushtrim Krasniqi. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit ty për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Është kënaqësi me bashkëbisedu me një ish koleg, e ke provu gazetarin për një periudhë gjatë, pjesë e Komitetit Olimpik që në periudhë gjatë. Ke nisë një aventurë të re. Bëhet fjalë për ndërtimin e një palestre të padelit. Të paktën nuk po larguan nga sporti. Jo, kjo është e mira. Po, si që thati, pas një karrierë diku 15-16 vjet në gazetari sportive, pastaj gati që 7 vite në Komitetin Olimpik të Kosovës. Tashmë kam marrë një iniciativë për një sport të ri i cili polarizon jo vetëm Kosovë, por ka një rritje të hatashme në thuajse në gjithë vendet e botës, sportin e padelit, dhe pas thuajse 2 vitesh ndoshta praktikimi të këtij sporti kam vendosur që të investoj edhe vetë, duke parë interesimin jashtëzakonisht të madh të rinjve, të rejave, të moshuarve, të atyre që kanë dalur në pension nga sporti aktiv, e të cilët janë angazhuar në sportin e padelit. Kam vendosur të hapi një qendër të tillë me investime vatanake, por gjithashtu me përkrahjen e madhe të familjes. Qendra quhet Padel Arena, do të jetë në lagjen Matiqan. Do të ketë 3 fusha të mbyllura, një të hapur, është një objekt rreth 1000 metra katror. Në të hapur ke fjalën që mundet më ulujt në kushtet kur janë temperaturat më të zeta. Pikërisht, sidomos nga muaji prill deri në muajin tetor-nëntor, paraqetet luhet dhe është fusha e parë në Kosovë, e cila do të jetë në shfrytëzim për klient, sepse 2 të parat i ka hapur kufori italian, nëse nuk ka bëj vitin e kaluar në pej, para ata i kanë vetëm për përdorim vetanak, kurse fusha jem do të jetë e para e hapur. Momentalisht ka vetëm të mbyllura, janë 2 qendra, jamja do të jetë e treta, por interesimi është që gjatë këtij viti pritet që 6-7 të jenë. Ka interesim edhe jashtë Prishtinës, në shtete të tjera të hapen, madje interesim ka edhe nga futbollistë kombëtarës Kosovës. Ata me hap vet? Ata me hap vet, sepse padeli është një sport i ngjashëm tenisit. Dallimi është që luhet në xhama, fusha është e rrethuar me xhama dhe hekra, dhe xhamat janë pjesë e lojës. Pra i godet edhe xhama. Po, vazhdimisht mund ta godasësh edhe xhamin. Dhe luhet kryesisht 2-2. Ka edhe 1-1, por kryesisht luhet 2-2. Por është sport aq atraktiv sa që nëse provon një herë, dashurohesh shumë shpejt. Është i lehtë për të luajtur, shpejt kapën brenda 5 minuta si mëson rregullat. Ka pak dallim nga tenisi, po janë atje njëjtë si në tenis llogaritën. Dhe vërtet lidhesh shumë shpejt. Ky sport që përpara asun nuk kam dëgjuar për të, kryesisht kam dëgjuar për pandemisë, për se është themeluar Federata e Padelit në Kosovë. A mendojshin të u marr futbollistat më të mëdhaj, Ibrahimovic, Ronaldo, nuk kish, po thjesht futbollist. Aty desha me dal Ibrahimovic që ka hapur qendra shumë të mëdha në Suedi, Ronaldo në Portugali, Zinedine Zidane, Demetrio Albertini, kam vizituar në Milano, ka diku 7-8 fusha një ambient të hatashëm. Ai ka hapur në shtator vitit kaluar. Arjen Robben është duke luajtur jo vetëm si sport atraktiv për ta kaluar kohën e lirë, po ai është bërë profesionist, sepse merr pjesë në turne dhe në gara zyrtare Arjen Robben në Holand, vazhdimisht promovohet nga Federata Ndërkombëtare e Padelit. Kurse në Kosovë, sa kam dëgjuar javët të fundit, interesim jashtëzakonisht të madh për t'i hapur qendra të tilla ka Bernard Berisha në Pej, sepse në Pej nuk ka fare, dhe Meriton Korenica në Rahovec, nëse nuk ka bështi Rahovec, no. Por e luajnë shumë, sidomos ish futbollistët, të cilët e kanë përfunduar karrierën, madje para disa ditësh kam luajtur kundër Samir Ujkanit. Ai veç kishte filluar me hyrë në padel, sepse më herët kishte luajtur tenis, por Samiri luante me një lojtar, nuk e di nëse të kujtohet, besoj që gjithë na kujtohet Astrit Ajdarević. Po, ishte lojtari i Liverpoolit. Po, në vitin 2010, nëse nuk ka bëj që në gazetare, mojnë men kur është transferuar në Liverpool pa të bërë aq bujt madh atëherë, por fati ka dashur karriera e tij të mos ketë zhvillim të hoshën siç ka pasur transferi që është pritur, pastaj ka luajtur në klube ndryshme dhe kishte ardhur në pushime në Kosovë, edhe po mftuajnë edhe mua me luajtën kur po shkoj Astriti kundër Samirit. Unë isha me sekretarin e Federatës Yusuf Kikan, ata dy, por ai ishte tepër profesionist, sepse në Suedi
Edhe në Spanjë janë top, këto dy shtete janë top për padel. Në Spanjë, sporti padellit është i dyti më i popularizuar pas futbollit. A di mu qa boni për shtype, me Jusuf Kikën e leshëm mo kohën për intervist, me nëzhe kemi bo intervistën. Kur ma dha spjegimin pse, tha se qatë shumë ka gjenerata të reja me termine që jemi të umarta, që është e pamundur me lëvizu, befasova. Shumë e vërtet, ka edhe tri që kanë filluar marr me ndjek shkollën, në shtru prej fillimit, po të regoj vetëm që kam tha Astridi. Tha nuk më pas tani karrierë të mirë, tha jo që pritën, po tha me pas lujta padelin, tha. Që shë kanë lujtë futbol, tha isha marrë me padel, edhe isha konë tha shumë i suksesshëm. Tha e lujta që 3-4 vjetë, tha kur tha futbol, tha nuk luj më. Jem trener, tash është trener në një akademi suedi, nuk kujtohet e Amerikë klubit. Okay. Po tha, është sport që nuk mësh me lujti një herë një javë sikur që e luan futbollin, termin futboll. Ka njëri në Kosovë që e luan çdo natë. Nuk e dia e huaj një natë mos me lujtën, sepse luajn çdo natë, domthonë rregullisht është. Unë për veti luaj 3-4 herë në javë, ka një orë gjysmë domthonë. Këtë dashna me dalë, ti jetu martash, po, jetu martash edhe aktivisht me padelin, a ke liga e parë nëse s'gaboj? Jo. Padel zona që është tek lagja Marigona i organizon disa lloj turne për lojë shpërblyese. Loja shpërblyese është kushtës e vendit, por me shku një udhtim në Spanjë me gjitha shpenzimet e hequra, fluturimin dhe akomodimin. Dhe çdo javë është si lloj lige. Merr pjesë kushdo, edhe në fund të qershuarit apo korrikut kush deli pari e fiton shpërblimin. Por ka turne ndryshme që zhvillohen çdo javë. I thonë padel americano. Çka është kjo? Janë 16 lojtarë që marrin pjesë, edhe luajnë 3 orë vazhdimisht. Po luajnë secili me secilin. Don ti ke me pos bash lojtar secilin pe aty në 15-ve. Edhe kemi luajë kundër secilit. Edhe në fund i mbledhën pikët automatikisht, edhe kush ai pari, renditja kush po deri pari. Don është atraktiv, don se janë 16 vet, edhe brenda 3 orësh ti garron me secilin prej tyre. Fantastike. Është shumë interesant, don atraktiv, ka turne ndryshme që organizohen çdo javë. I thojnë padel amerikane, ka padel meksikano, se është sport që ka bërë shumë bujë edhe në Amerikën Latine, mos në Argentinë, Brazil, për vend ndryshme. Por e përmenda Spanjë, madje momentalisht e kemi në Kosovë një trajner 23 vjeçar, është edhe trajner edhe lojtar, pritet me luajt për Kosovën, është Albin Jaha, i cili jeton Suedi, por tash është vendosur në Spanjë sepse është trajner i spanjollëve. Domethënë, ka arrit më bot trajner i padelit, edhe po e pyes si është e mundur 23 vjet me herë në padel. Tha që 6 vjet ai luaj padelin, sa tash jam trajner dhe fitoj tha më shumë tha si trajner, tha si lojtar, sepse në Spanjë është shumë i popularizuar. Edhe çmimi është i ult për shkak konkurrencës së jashtëzakonshme, saqë nuk ta merr mend. Ka shumë të rritha që merren tha shumë me sportin e padelit. Sa e ka kalu tenisin, e ka kalu basketbollin. Wow. Është mas futbollit shumë i popularizuar. Sa fitoj tha shumë tha atje. Ta jem në një akademi, tha çdo ditë ta jemi super i angazhuar. Ka orë të një muaj ditë me ushtru lojtar këtu. Që janë të Kosovës, edhe vërtet me po të luajt ato me akrobacione që i bën të ai. Çfarë vlere për neve, a? Ja, zakonisht. Veç po pret ai me marr pasaportën nga presidenca edhe me përfaqësu Kosovën nga ora ndërkombëtare këtë vit që na presin nga ora vërtet ndryshme. Prej padelit po dalim pak te detyra jote aktuale tjetra. Veç jashtë sportit nëse. Ja, jashtë sportit do dalim. Po më intereson se shumë diskutohet edhe normalisht ka interes shumë e ditë ku jemi me organizimin e luajtave mesdhetare. A jemi të rreziku, a jemi rrok duhur, a jemi vonë, a jemi herët, a çush jemi? Është pyetja kryesore që bëhet me këtë që takuna edhe jashtë sportit që është, se interesimi është vërtet i madh dhe gjithë më pyesin apo bëhen, a kena me dështu, a çapo bëhet me to. Prej muajit korrekt ditë kaluar, kur është themeluar komiteti përkohshëm organizativ, në krye të cilit është presidenti i Komitetit Olimpik Kosovës Ismet Krasniqi, por që ka edhe përfaqësues të Ministrisë për Kulturën e Sportit të Komunës Prishtinës me kryetarin përparem Rama. Punët janë duke ecur mjaft mirë. Është përzgjedhur kompania për realizimin e masterplanit, një kompani me renome ndërkombëtare që ka organizuar edhe lojra evropiane, lojra mesdhetare, ngjarje ndryshme ndërkombëtare. Është bërë përzgjedhja e kompanisë fituese për websajtin zyrtar. Logo pritet përzgjedhet diku në muajin mars për shkak që nuk po them që ka dështuar 2 herë thirrja, por
një event kaq i madh vërtet e meriton ta ketë një logo jashtëzakonisht të bukur, të veçantë, e cila do të mbetet në histori, e madje edhe në muzein e sportit Kosovës, kudo që është e para. Sepse është e para dhe vetëm që ka mbetur në histori. Prandaj po dojmë me bëni përgjigje vërtet të mirë, përkundër që interesimi ka qenë vërtet i madh, edhe vetë kam qenë komision, ka pasur interesim shumë të madh kompanive, kryesisht vendore, sepse kemi dashur të japim rastin vetëm kompanive vendore, por po presim ende diçka më të bukur. E më besoj që në muajin mars do të bëhet rishpallja sërish. Sa i përket investimeve tjera në infrastrukturë, Ministria veç është duke investuar në infrastrukturë. Disa prej investimeve do të shërbejnë për lurat mesatare, është shembull stadiumi Adem Jashari, stadiumi olimpik, ku do të zhvillohet atletika. Punët po shkojnë mirë, kemi inspektuar para disa javësh bashkë me këtë kompaninë që ka marrë përsipër realizimin e masterplanit. Natyrisht që ka ende shumë punë. Janë palestrat të cilat meritojnë të kenë renovim, është palestra në Gjilan që veç po renovohet, është salla e gjimnastikës në Fushë Kosovë që po ndërtohet, e cila do të shërbejë për lojrat mesatare. A kemi nevojë shumë për infrastrukturë? Kemi. Probleme më të mëdha kemi stadiumi kombëtar ne. Po. Palestra mund të bëhet për ndoshta për 1v2. Po. Edhe pishina olimpike nuk mund të krahasohet me një stadium kombëtar. Sakt. Por stadiumi është infrastrukturë masive. Stadiumi kombëtar na do të ketë 25.000 deri në 30.000 ulse. Për ata që janë rrjedha, e din që futbolli është larguar prej programit të lojra mesatare Prishtina 2030 dhe është zëvendësuar me futsalin. Në farforën na prish pak punë neve, sepse me futboll ne do të investojmë edhe më shumë në infrastrukturën e futbollit, ndërtojmë edhe stadiume tjera. Por pavarësisht kësaj në anën tjetër, e kemi më mirë sepse nuk na duhen shumë stadiume që kemi, edhe pse veç ka disa stadiume që i plotësojnë kushtet. Por na duhet stadiumi kombëtar. Por çka na duhet në këtë rast ky stadium na duhet për ceremoninë hapëse dhe mbyllse. Sepse një ceremoni e tillë hapëse nuk mund të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri, i cili ka më pak se 13.000 ulse, e që rregullat e Komitetit Ndërkombëtar Lojra Mesatare janë që nuk duan të vinë atë nivel që të zhvillohen një stadium me kaq pak shikues. Se vërtet ngjarja është aq e madhe saqë aty nuk do të jetë vetëm ceremoni hapëse, por do të ketë program artistik, do të ketë këngëtar të ndryshëm një orë, e pse jo shembull të mos jetë një Dua Lipa apo Rita Ora, e cila do ta bënte ndonjë promovim të ndonjë këngë për lojra mesatare, do ta promovonte Kosovën. Prandaj çfarë interesimi do të kishte atë. Edhe kur jemi tash ka fundi, sa jeni të lumtur me dy garus që tashmë kanë plotësuar normën olimpike për Milano Cortina, edhe realisht pritjet. Besoj pritjet kryesore do të jenë përmirësimi e rezultateve. Po është fat i mirë që i kemi skitarët tanë, të cilët do ta përfaqësojnë Kosovën në ngjarjen më të madhe shumë sportçe, që janë lojrat olimpike verore dhe natyrisht lojrat olimpike dimrore, dhe ne kemi fatin që kemi sportistë të tillë, sepse shumë shtete nuk kanë fare sportistë në lojrat të tilla dimrore. Ne kemi dy Kiona Kryeziun, e cila për herë dytë po përfaqësohet në lojra olimpike pas debutimit në Pekin 2022 dhe Drin Kukaj, i cili do të debutojë. Të dy kanë plotësuar ato kriteret e nevojshme për të kualifikuar, madje Kiona do të garojë në 3 disiplina të ndryshme, në super slalom të madh, në slalom të madh dhe në slalom, kurse Drini vetëm në slalom. Çka do të thotë kjo? Që për 4 ditë Kosova do të jetë në ekranet më të mëdha televizive, pavarësisht nëse do të jemi në podium ose jo. Natyrisht ne qalojmë shumë për nga infrastruktura sporteve dimrore dhe nuk mund të presim rezultatet mahnitshme nga diskutuar si që presim rezultatet nga sportet verore, konkretisht nga gjudhja në lojrat olimpike verore, por synimet tona janë që ata të kenë përfaqësim sa më të mirë, e pse jo të hyjnë ndoshta edhe në top 30, që ne dim mirë që në lojrat e kaluara olimpike kemi pasur Albin Tahirin, i cili ka pasur një rezultat të 15-in, nëse nuk gaboj në kombinim alpin ka qenë, që është rezultat fantastik për ne si Kosovë në një ngjarje të tillë. Nuk e marr parasysh infrastrukturën. Ne nuk kemi fare infrastrukturë. Prandaj të dytë, gjitha përgatitjet kanë bërë gati, Komiteti Olimpik i Kosovës i ka mbështetur vazhdimisht me përgatitje, por natyrisht edhe Ministria për Kulturën e Sport dhe sponsorët e tyre, fal edhe ligjit për sponsorizim që po funksionon mjaft mirë në Kosovë.
Dhe ata thuaj se gjatë tërë vitit kaluar ose 2-3 viteve të fundit, duke ndjekur këto kritere, plotësimin e këtyre kriterë kanë qëndruar jo vetëm në Evropë, jo vetëm në Austri dhe Itali, por madje edhe në Argjentinë, në Kel, në për vendet ndryshme të Amerikës Latine, vetëm që të garojnë edhe gjatë sezonit të verës tek ne, që të garojnë dhe të mbledhin ato piket e nevojshme për të qenë në një ngjarje të tillë, ku tyre Kosova do të avalvoj flamurin me 6 shkurt në stadiumin San Siro. Apo Giuseppe Meazza së në San Siro, ma mirë. Kushtrem është knatësi me bashkëbisedu me ty për sportin. Të uroj fat dhe shumë sukses me aventurën e re me padelin, edhe po ashtu shumë sukses në rrugtimin në lojrat olimpike dimërore në Milano Cortina. Ne faleminderit shumë edhe po duam të falenderoj posaçërisht sepse vërtet je duke e bërë një emision ku nuk është vetëm futbolli primar, siç është shumicën e ekranit televizive, por vazhdimisht mundohesh të promovosh edhe sporte tjera e madje edhe sportistët e rinj që shumë herë me kënaqësi arriti dëgjoj dhe vërtet ju përgëzoj për punën që bëni, se nuk është lehtë që 5 herë në javë apo sa herë ke emisionin të kesh musafir ndryshëm, të kesh thirrje të ndryshme, intervista, e di mirë si funksionon kjo punë, se përpara kur kemi pasur një diel emisionin që hekshëm me sigurum musafir, dhe kur siguroj ke musafir ju kryke gjysë e punës. E vërtet është. Ajo ka qenë kryesore. E di çfarë stresi sjell. Vet ka vesh anë studio që mos vonon sepse të e di të rëndësinë. Mos po i thom ju, mos po më nëna imi që i thom ju atë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.